sektorin privat, a e shifni si armik të ekonomisë të vendit, a si ne e shohim si faktor themelor. Ne kemi mirëmbajt politika fiskale që ja ki trefishu shmire rrymës edhe si ki kontaktu kur, a të regon ministri jotë i financave, a ka pas në herë në komunikim me organizatat përfaqësuesit e biznese me pas se çfarë halli ka sektori privat? A keni pas në herë ta keni? Të lutem, ne jemi në kontakt. Çu trajtojmë jo sektorin privat? A e shifni trajtojmë me sektorin privat, sektorin privat, a e shifni si armik të ekonomisë të vendit, a si ne e shohim si faktor themelor. Edhe çka bën për sektorin privat? Më të mëdha, sa i përket ekonomisë ne i kemi bërë dhe do t'i bëjmë në sektorin privat. Çka keni bëjë për ngritje me kapaciteteve ndërmarrëse të çfarë kapaciteti keni bërë? Ne kemi mirëmbajt politika fiskale që ja ki trefishu shmire rrymës edhe si ki kontaktu kur me bazë. Nuk kemi trefishu. Çfarë infrastrukture keni bëjë sektori privat? Ajo është një agjenci e pavarur. Investitor Shqipërisë është e pavarur. Fal, ka investitor i ri në Kosovë. Fal edhe njerë, kush është agjencia e pavarur? Zyra për regulator. Ajo është administrat, politikat energjetike nuk i ban zërrëje, është vetëm regulator. Prandaj mos i deformoni këto gjona. Politikat energjetike i ban kryeministri, qeveria. Mirë, po hyrja në treg të hapur e din që në shkrupi qeverive të kalume. Po pra. Në rregull, jemi në rregull me atë pikë. Në rregullimi, në hyrjen në tregun e hapur, po jo faktikisht në mënyrën edhe në kohën, në kontekstin. Se këtu është dallimi. Se këta kuptoni gjatë gjithë periudhës ne e kemi shitur rrymën e €3 për megavat tek për distribuim. Apo më le të foli se kemi drejt edhe na kanë erë me fol. Kuptoj mirë, po më duhet me kundërshtu. Jo, po s'ke çka me kundërshtu faktikisht se ti nuk je tu kundërshtu. Nuk je tu kundërshtu, ti faktikisht e deformu debatin. Kjo është dallimi.